Paçolli të tëra të pasurie ka vënë me mashtrime. Po ky pallosh i gjatë, kush është pallosh i gjatë? Një burr. Ai e ka radhën pas këtyre, të kam thënë unë, edhe ca ditë. E mban mend çat tashun? Aty, edhe ca ditë. Edhe ca ditë. Po si ka mundsi kjo, je thot me përkëdheli atë pallosh i gjatë Belinda Ramës apo? Po tash se si e thot ajo shkon i pyesni atë, si e thot. Çfarë detaj ka pa domethënë që është pallosh i gjatë? Po ajo e di ajo, mos më bëj pyetje mua, mos më bëj mua pyetjen që duhet ja bësh asaj. Shko bëj asaj. Çdo të thotë shtyp mikrofonat e pesi shtyp mikrofonat kur fut ke spaku atë. Punë e saj s'do të japin përgjigje, s'do të thotë gjë ajo te gazetarët. Po atje brenda do japi përgjigjen se s'bën. Rama që një moment që pati një lloj largimi ndaj Belindës, por tani këto orët e fundit ka filluar që të afrohet prapë. Pra mos ndoshta ka rregulluar punën ajo. Edhe një herë, ajo nuk rregullon dot punën, se edhe po e rregulloj sot do t'i prishet prapë nesër.